Si në të gjithë vendin, edhe në shkollën Europa në Katund të Ri në komunën Bradashesh është festuar 100 vjetori i pavarësisë. Ka qenë një koncert festiv i nxënësve të kësaj shkolle, të cilët veshur me ngjyrat e flamurit u paraqitën me këngë, valle e dramatizime. Ky program ishte përgatitur nga vetë nxënësit dhe mësueset e kësaj shkolle. Në fillim ata janë përshëndetur nga drejtori i shkollës Europa Hysni Kotherja dhe nga përfaqësuesi i drejtorisë së arsimit Selaudin Shala. Ne nderojmë e kujtojmë me respekt këtë datë, pra si sot 100 vjet më parë, vitin 1912, kur plaku i urtë dhe i mençur Ismail Qemali, i mbështetur nga burrat të tjerë të shquar të këtij kombi, Isa Boletini, Luiz Gurakuqi e tjerë, por dhe me ndihmën e burrave të mençur të Elbasanit, si Aqif Pasha Elbasani, si Shefqet Daiu, Lef Nosi, i cili është ruajtësi i kopjes së firmëtarëve të pavarësisë, shpallën pavarësinë në vitin 1912. Një urim të veçantë unë kam për këtë 100 vjetor, për gjithë nxënësit e shkollës tonë, për mësuesit, për prindët, për gjithë banorët e zonës të Elbasanit, për gjithë trevat shqipfolce në Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi, në diasporë, pra ta gëzojmë këtë pavarësi. Urimet më të mira. Do të uroja të gjithëve gëzuar këtë 100 vjetor, unë shumë shkurt, po më pëlqen jashtëmase veshja dhe gërshetimi i tyre i trevave të Veriut dhe të trevave të Elbasanit. Faleminderit edhe kalofshi gëzuar. Në përmbyllje të këtij aktiviteti, kjo shkollë kishte përgatitur edhe një tortë me simbolin e kësaj feste, flamurin shqiptar. Edhe komuna e Paprit i është të bashkuar festimeve që po realizohen në kuadër të 100 vjetorit të shtetformimit të shtetit shqiptar. Me rastin e kësaj dite është realizuar një koncert festiv me motive patriotike. Kryetari i komunës së Paprit, Shefqet Bullari, uroi të gjithë banorët e kësaj zone me rastin e festës së pavarësisë. Në fund të aktivitetit, disa banorë të zonës janë nderuar me titullin mirënjohje nga kjo komunë për kontributin e tyre patriotik.